Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Mirëmëngjesi ko kamera, mirëmëngjesi diaspor. Unë po mendoj që jom ftof, po ana tjetër po mendoj që edhe më ka kap alergjia. Mezi s'po pres që t'na vjen doktoresha. Tash ka agjeru dhe ajo tiramisun e ka meritu. E ngjyni e hane edhe ju vjen të fekt. Ha doktoresh. Se ka shtë do kompliment. Mrekulli. Mrekulli? Se ki provu e nda? Jo, dukje mrekulli, po me siguri është edhe shëshme. Je shumë. Qenë ka tepër e shëshme. Në me thonë t'lunshin durt. A dini se unë mund të them nëse dikosh dërë me mdenu, atëherë do të më thonë më spuna. Mirëmëngjesi për ty që sapo je zgju. Mirëmëngjesi ko kamera, mirëmëngjesi diaspor, mirëmëngjesi shikues. Ka dë që përandisht në këto momente, jemi live në Klan Kosova dhe në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube. Pra në ndisht një live në YouTube se Shija e anës dhe subscribe, like, follow të gjitha rjetët tona sociale. Unë po mendoj që jom ftof, po ana tjetër po mendoj që edhe më ka kap alergjia. Jemi në ditën e dytë të stinës që na ka mungu të gjithve më të bukurës, pranverës shikues. Jemi pranverë. Mu mbyt alergjia. A jom alergjike në pluhën të shpis. Am ka dalën polen, am ka dalën kafë shtëpijake, macat I du shumë, macën po marrën shpe, katastrofë. Po shkojmë fillimisht me një santat, 100% me fruta, 100% natyral, pashtesat sheqerit e gjenë në gjitha marketet tona në Kosovë. Sot po shkoj me shek, po jo veç me shek, sepse kemi boronic pak më vonë, edhe Argo Grupi na e ka sjell në Kosovë, faleminderit Argo Grup. Ndryshe, Argo Grupin, showroomin e Argo Grupit e gjeni shikues në Veternik, një super showroom. Merë një shoqën, shokën, vlanë, motrën, grumë, burin, fëmijët, shkoni dhe shijoni, lej pije. Jo rasisht e kam hapë, sot emisionin jam e ullur, e kam marrë laptopin nga shtëpia dhe kam marrë të Shija e anës. Edhe po isho shumë komente, po shoh komente gjithë kohës, mesazhe që më keni shkru. Unë gjithmonë e marrë emisionin e bëj gati për YouTube, recetat I uploadoj vetë nga shtëpia. Shoh shumë mesazhe, kom parë komente, kom marrë mesazhe private këto ditë shikues. Mu keni falenderu për recetën e musakës, e keni gatu, ju ka pëlqyer shumë në iftar që e keni hangër, ju pas bo mirë. Ju mundu këtë sezon mos me qenë veç me receta italiane, por edhe diçka tradicionale, pas që tryeza gjatë Ramazanit e don shikues tradicionale me ngjy. Kështu që po e nisim emisionin. Mirëmëngjesi shikues edhe një herë edhe urime bajrami, sidomos ju që keni agjeru, ju e meritoni mas shumëti, dita e tretë e bajramit.
Edhe sot për Bajram kam vendos, edhe pse është dita e tretë, s'kom fajone që s'është dita e parë ose me ju parapri recetës, se s'm ka shku mendja shikues, kam vendos që sot për të ftuarën time dhe për ju shikues, t'ju ëmbëlsoj me një tiramisu e cila është super virale. Kush rrit në rrjetet sociale, besoj që e keni po, tiramisuja virale me toptha. Nuk ka vez, nuk të merr kohë gjysore, merr kohë 10 minuta. Bëhen topthat, bëhet kremi, e ngjyni, e hane, edhe ju bjen perfekt. Këtë tiramisu, këtë ëmbëlsirë, me qenë se ka gjeru gjatë gjithë Ramazanit, e ftuara jonë, e cila mbi gjitha është një njeri shumë human, pasi që profesionin e ka të tillë. Është mjekja, e keni pa më promo, zonja e nderuar, Rukia Mehmeti, pulmologe, Ty fillu prej meje që jam alergjike, edhe juve që po na shehni, edhe juve që na keni shkruar në rrjetet tona sociale, keni çu pyetje e komente për shqetësimet ndryshme nga alergjitë ndryshme. Ekzistojnë vakcina, ekzistojnë ilaçe, duhemi me marrë me i parapri, më herët, me i marrë ato hapët për me shpëtu nga poleni, nga pluhri i shtëpisë, e nga kafshët shtëpiake. Për fat të keq, për fat të keq, unë të trijat i kam, nga të trijat jam super alergjike. Kur shkoj në ndonjë ambient shikues, nuk jam e ftofnë, veç filloj me tesh, thom, këtu sipas kam fshi pluhna të mirë. Edhe thom këtu që nga pa pastër. Mezi s'po pres se t'na vjen doktoresha, tash ka agjeru, dhe ajo tiramisu e ka meritu. Për ndryshe, për tiramisu do të përdorim biskotat numër 1, shikues. Numër 1 italiane, që i kemi Vincenzi Matilde. Do t'i thejmë, do t'i blujmë. Sa interesant, jo me i ngjyn kafe, por do t'i bluajmë. Do t'i bluajmë dhe do t'kenaqemi. Marketing, po shkojmë me një reklam dhe po kthehemi për ta bërë super tiramisu virale. Koha për tiramisu, Vincenzi Matilde, biskotat numër 1 italiane për tiramisu. Ja pra, tani është momenti që ta gatuajmë një recet, një ëmbëlsirë, e cila për momentin është super virale në rrjetet sociale. Tiramisu në formë të topthave, të cilat nuk ka nevojë për vezë, të cilat nuk ka nevojë të qëndrojnë me orë të tëra në frigorifer. Vetëm kur ta bëjmë brumjen, 10 minuta mjafton të aftofim që topthat na bëhen mirë. Pra, do t'i marrim biskotat nga Vincenzi Matilde, të cilat do t'i bluajmë në blender. Pra, nuk do t'i ngjyjmë gishtërin, këto biskotat e famshme direkt në kafe, por fillimisht do t'i bluajmë. E çka na nevojitet për këtë tiramisu? Gjithsesi kakao. Në dyqane, kur shkoni keni kakao që është e përzier me sheqer, dhe ngjyra është më e hapur. Jo. Merreni kakaon që është kafe e mbyllur, pra e kam blerë këtu kakaon që të e gjeta në dyqan, po bëj reklam pa reklam, po e kemi të krashit, nuk ka sheqer. Kemi kafen, kafe espresso që keni me ujë të ngrohtë, pra keni kafe këtu. Këtu kemi krem pana, popullor që po i them hopla, pra kemi një të vogël, një krem pana, kemi 250 gram mascarpone, kemi krem pana pasaj pluhur i vanilës. Kemi sheqer pluhur, por ma vonë do t'na duhet ende mascarpone. Kështu që pa humbur kohë, po fillojmë me njëherë që t'i bluajmë. T'i marrë gërshërës fillimisht. Dhe do t'i bluajmë biskotat numër 1 italiane. I gjeni në gjitha marketet. Pra, këtu kemi për më shumë persona, unë ta përdori vetëm këtë që i ka 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pra 12 të cilat do t'i bluajmë direkt në blender.
Ja, pra, biskotat janë bluar super mirë. Atëherë, në këtë enë kemi 12 biskotat të cilat i kemi bluajtur në blender. Tani do të vendosim 250 gram mascarpone. Ja, kështu. 2 lugë sheqer pluhur. Ja. 1, 2. 2 lugë sheqer pluhur. Dhe kuha për kafe, do të vendosim ja kështu. Kafe. Ja, mjafton. Shumë e thjeshtë pra, dhe të tërën do ta përzijem ja kështu me këtë lugë mirë. Dhe do të fitojmë një masë super kremoze. Ja. Ja, po shihet sa kremoz na është bë. Ambëlsira, biskotat, lirisht shikues me lybukën. Tani çka do të bëjmë? 10 minuta në frigorifer dhe do të fillojmë ta bëjmë kremin ku pastaj kur t'i krijojmë toptat e tiramisus do t'i ngjymë në atë krem. Pra, për 10 minuta do ta vendosim në frigorifer që ta kemi më të lehtë t'i bëjmë toptat, mos na deformohen format. Tani shikues kemi marrë një enë tjetër, po shihet, është momenti që të krijojmë një super krem aromatizues ku kemi mascarponën, kemi 2 lloje të panës, e kemi të lëngshme, e gjeni në dyqane, pra ja, e kemi të lëngshme, një të vogël e ko marrë. Me njëherë, do të vendosim një krem pana tjetër me shije të vanilës, me shije të vanilës. Ja, ta vendosim të tërën. Këtu na ka ngel edhe një lugë gjellën sheqer pluhur, ja ta vendosim të tërën ja kështu. Dhe ja 2 lugë gjelle përsëri mascarpone. Ja, po vendosim mascarpone dhe një lugë, ja 2 lugë. Mjafton. Tani të tërën do ta përzijem derisa të na troshet, kremi. Mund ta merrni mikserin, do një blender, por unë do të shkoj kështu me këtë tuncin. Për 2-3 minuta e kemi gati. Ja. Ja, na është trash as 1 minutë. Definitivisht kishte nevojë për mikser sepse shumë shpejt na u bë kremi ja si duket, ja shifeni. Është super kremoza. Dashuroj vanilën. Koha pra, ta marrim ambëlsirën, ti marrim biskotat dhe do t'i zhysim toptat në këtë kakao që është 100% kakao, pa shtesë sheqeri, mos harroni. Tani shikues do t'i krijojmë toptat ja kështu. Do t'i marrim dhe me qenë se ende brumi është i butë sepse nuk i kam ftofë shumë. Jemi në emision. Ja pra, në këtë formë i krijoni toptat sipas masisë që ju dëshironi dhe direkt i vendosni te kakao. Shkojmë e përsërisim, ja, e përsërisim kështu. Ja. Një ambëlsirë shumë e lehtë, shumë e shijshme. Ja, pra, kemi kriju topset. Okej, tani në këtë formë do t'i zhytni tiramisut që mos deformohen, ja, nuk guxoni t'i prekni me gishta. Shikues, 2 produkte tani kanë ngela, ja pra biskotat, këtu i kemi pra tiramisut brenda në kakao dhe këtu e kemi kremin që e kemi kriju ma herët me pana të vanilës, o zot sa e mira. Me dispopres. Mund ta servoni në çfarëdo lloj mënyre. Kom pa në internet që e marrim një pjatë, anash e mbushim me topthat e tiramisus, pastaj një pjatë të vogël e mbushim këtë kremin e vanilës dhe e zhysim tiramisun e hajm me gishta, me lugë, me piruz, si t'ja u don zemra. Unë thash Bajram sot,
plus edhe në emision, edhe na vjen ndonjë mysafir në shtëpi, thash ti marr këto gotat e Martinit, duket edhe më shik, ende më elegante, më bukur, dhe servimi i ëmbëlsirës në këtë mënyrë, në këto gota të Martinit, do të na duket ende më i pasura, më i shtrejt, më modern. Atëherë, është koha që ti mbushim gotat, ja kështu, vendosim këtu. Shikues, momente që ta servojmë ëmbëlsirën tonë. Ka marrë një lukë, mund të merrni edhe me asnjë mbushje që është ta jap një formën, çysh doni, unë do të shkoj thjesht vetëm me lukë, ja kështu. Ta marrim kremin, ja kështu. Ja, tani do të shkojmë me mbushjen e gotës së dytë, ja kështu. E mbushni sa të dëshironi. Çfarë do lloj gote që keni në shtëpi? Thash, edhe ëmbëlsirë ekonomike, edhe e shëndetshme, edhe e shpejt, ju kurse në rrymën krejt. Tani shikues, pak kakao për me e dekoru, si pas dëshirës, nëse nuk doni, ja pra, mjafton. Edhe tani të musha mi gjetë, ku i kemi këto bombicat, ka shtë i thonë si bombica shikues, ku i kemi tiramisun se na janë zhytë dhe janë ende të buta. Ja pra, e mora këto takullorës, s'më kujtu ma herët, ja dhe bjen kakao, ja, mos na deformohen shikues, ja ku i kemi. Apësha, krejt është puna trunit, ha? Ja, ta marrim, ja kështu, pa vendosim, ja. 1, 2, ja, ta vendosim këto. Do shkojmë edhe një. Do të shkojmë me të fundit, ja. Shikues se e kam knaqësu me kakao, po s'ka lidhje, me rëndësi, ja, se kjo po duket ma bukura. Ja pra, si duket, tiramisuja topta, tiramisuja e famshme, super virale e momentit, 10 minuta pun, ju vjen naj musafiri paftuara, si që thëmon, qka mi bo ëmbëlsirë, qka mi bo? Ja, gëzuar, ju bëft mirë, pra se ma bo teg, edhe, për mu s'ka, se e kam një shok që atje, e që kjo është për dugin, që është ulla atje, se ta kom marrë vish për tiramisu anë, i thash hajde, s'besojke. Cakit ja kom nda që atje. Këto, për mu e ndava një që e vogël që shtë. Hajde ta provojmë. Më fajnë që o mush me kakao, edhe kështu ploni. Wow! Edhe pse eksplodoj kakao në gojë shikues, e pas na kallë. Më lumëshin duart. Shikues, më së ndroni kanalin, sepse vetëm edhe pak sa s'na ka ardhë. Doktoresha njeriu i popullit po e qua, ja? Doktoresha Rukie Mehmeti, pulmologe. Shkova, shku të dhe ju garantë shikusa. Si ta afrohet pranvera, si të vjen dielli, me njerë e kom vrejt, reakcionin, më dullën edhe do puqra, edhe po ma bën me sy që kjo tiramisu qëto, për mu për fat keq nuk ka, sepse me atë shoku duksëv, e hangëra edhe caki s'ka liti, po pak shaka. Por me shpresën që do t'i pëlqej mjekës, sepse ende nuk e dim se sa është adhuruse e ëmbëlsirave dhe ja, falë për doktoresha Mazdere, Silja. Shko për më të bërë? Shikues, për mu, se doktoresha më bon, veç më në po thonë për mu është knatësi. Ha, doktoresh, se ka shtë të thonë kompliment. Mrekulli.
Mrekulli? Se ki provu e nda? Jo, dukje mrekulli, po me siguri është edhe shëshme. Me siguri është edhe shëshme. Ma elegante, atë kur vjen ai musafir, jo që kish filozofi kjo mbëlsin, po filozofia ishte servimi, po do të shija. Koha është sot shumë e rëndësishme, të pas parasysh ngarkesave të cilat po i kemi çdo ditë, atëherë me të vërtetë çdo diçka që përgatitet shpejt, që do të thotë shumë e rëndësi që tu e bën muhabet, tu e përgatit edhe musafiri i kënaqur, na edhe më të kënaqur. Po doktorisht plus kohën e fundit, problem shumë jashtë. Ai thash që gatuj diçka shekuze, kjo është përndryshe tiramisuja super virale momentet. Pse me ble jashtë? E din që shpe bënë në shpe. Ku e dim na çka përdorin ato krema, ca janë të vjetra, ka ndajt hapa, jo. Është e vërtet, e dim çfarë përbërës ka, çka kemi përgatit, çka kemi qitë në pjatë, edhe dim çka pajmë. Halos, thash mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Shikuesit për ndjekin, kam prit me ëndje, kanë ardhur shumë pyetje e komente nga publiku. Unë thash pas pak do të na vjen njeriu i popullit. Faleminderit. Hajde veç pak ecëm doktorisht, do dashta me dhon komplimente për dukjen. Edhe je shumë Unë qite në pozitë keqe. Jo, asnjëherë, po shumë elegante, shumë me shije. Gjithmonë ju shohim me mantil bardh. Edhe po vjen mirë se kam një zonjë të vërtetë të Kshianës, na ke nderu doktoresh. Faleminderit, edhe ju më keni nderu. Përndryshe shikuesën doktoresha nuk e njoh, po para 3 muajve isha shumë keq me frymarrje. Edhe babi, të shkosh te doktoresha Rukie Mehmeti, shkova. Thash doktoresha nuk mi dërgu mbra alo analizat. Edhe më shkrujti në Viber doktoresha, tha për mrekulli, tha i ke analizat, edhe më pa të gëzu se thash që 2 muaj me frymarrje, thash mos kom diçka tjetër. Sa mirë që të kemi, doktoresh. Faleminderit, po mundohem praktikisht njeriu kur e merr një mision, se edhe mjekësia është mision. Edhe atë do të në radhë parë me kry me dashuri, edhe me nder, sepse çdo herë edhe na mundemi me qenë në pozitën e pacientit. Prandaj duhet me usill me te në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë rast, a ke qenë ndonjëherë pozitën time apo ndonjë pacientit ke pas probleme me frymarrje? Me frymarrje nuk kam pas, por kam pas mundje tjera, të cilat praktikisht ka qenë shumë sfiduese për jetën. Dhe mendoj se kam kalu shumë mirë, sepse jeta në të vërtetë është një sfidë. Edhe njeriu sa më shumë që e kupton edhe smundjen edhe jetën përgjithësi, gjithmonë mundohet se njeriu i mençur është ai i cili mëson me qëndru në sipërfaqe. Praktikisht me notu me qenë në sipërfaqe, sepse jeta është përplot sfida dhe unë mendoj se asnjëherë nuk duhet me i lënë vend depresionit, sepse aq shumë ka kënaqësi, aq shumë ka të mira sa njeriu mund të kënaqet me gjithçka që e gjen edhe që e sheh, vetëm a don. Doktoresh, pas na dëshirë me dëgju. Lumë ata që të kanë shtëpi. Faleminderit. Sinqerisht, mi kënaqe vesh, sidomos edhe shikuesve që po na shohin. Jemi në ditën e dytë të pranverës, së stinës më të bukur, po na që jemi alergjik, katastrofë, vaj halli për neve që thonë. Dhe jemi në ditën e tretë të Bajramit, më lejot ta uroj Bajramin publikisht. Faleminderit, urime edhe ju edhe gjithë publiku që na shikon. Në fillim të emisionit e kam thënë shikues, po doktoresha nuk e ka dëgjuar se s'ka qenë këto. Ti mas shumë të e kemi rezultet dhe të gjitha ata që kanë agjeru. Sepse ti ka agjeru. Është një sakrificë, po është e vërtet, është kënaqësi. Normal njeriu gjithmonë mundohet me bë ato që është më e mira për vetveten. Unë mendoj që e kam obligim dhe atë e kryj atë obligim. Bravo. A moj me të përqafu? Po, Mirë se na erdhe. Kënaqësi edhe një doktoresh, është koha për reklama. Do të shkojmë jo reklama, një reklama se i mërzitëm, se ose doktoresha reklama. Një reklam doktoresh, do të kthehemi, do të bisedojmë, do ta provosh tiramisuan. Patjetër. Ju thuaj shikuesve mos ta ndrojnë kanalin se kthehemi shumë shpejt. Shumë shpejt do të kthehemi, qëndroni me ne. Shikuesë, rikthyem prej marketingut, jemi doktoreshën, pulmologën, më të mirën. A din çka më tha kur telefoni si ndalej. Jo, unë tha dhe sy firm ka thirr pacientit, ju kom përgjigj. Halal të qof, doktoresh. E qysh, kur e merr një mision, ju thash edhe ma përpara se mjekësia është një mision. Edhe këto është një pyetje jeta e pacientit. Edhe definitivisht na duhet mu pajtu me atë se në momentin kur e kemi zgjedh
me qenë mjek, atëherë duhet me ditë që pacientin e kemi në qendër. Sepse na jemi ata të cilët mundohemi me rregullu kualitetin e jetës të pacientit. Dhe për këtë arsye mendoj edhe pse ndodh ka raste kur pacienti ndoshta pa kurrë arsye të thret ose pa kurrë arsye të bezdis, mirë po ai është i smur dhe ai nuk e din se nuk është diçka që duhet me ushqetësu dhe të thret ndoshta ndonjëherë kohë pa kohë, sepse ai problemin e tij e ka primar, nuk e din që ti kur shkon në shtëpi ke dhe obligime tjera, e ke familjen, se unë në shtëpi jam nani, jam gru, jam gjyshe, që do të thotë duhet me u marrë edhe me obligime tjera, mirë po. Ata kritikun ndonjëherë bashkëshortë, ja po na shet momente. A vera shumë shikuesi. Me thonë, oj Rukie, se s'po di që shi thret bashkëshortë, a ka nai Rukie, jo. Rukie, okay. Atë ka thonë herë, ndaleve telefonin pusha? Jo, ai e din sa e duan këtë profesion, unë fatmirësisht kam qëllu në të vërtet në një familje, mund të them të nisem në radhë të parë prej vjerit tim, i cili në jetën time nuk më ka lënë me marrë pushim mjekësor, duke thënë se pacientët kanë nevojë për ty. Edhe mi kanë kthyer fëmijët edhe në kurse kam pas atë problem, kur kanë qenë të sëmur që duhet me nejt në shtëpi, unë kam qenë në punë, sepse kam di që kam rapa vjerin edhe vjerën të cilët janë marrë me fëmijët e mi dhe kanë kthyer me vërtet shumë mirë. Kjo ka qenë një plus për mu, sepse kam qenë e lirë në atë aspekt, më kam përkra dhe në kohë kur kam pas me kry specializimin e magistraturën, e doktoraturën, që do të thotë i kam pas përkra edhe bashkëshortin edhe të gjithë familjarët të cilët kanë qenë afër meje. Kjo është me të vërtet një plus shumë i madh. Edhe për mu? Sepse zakonisht thuhet mbrapa një burri të suksesshëm gjendet një grua e suksesshme. Mirë po mendoj se një grua për me mrit diçka e ka shumë vështirë, sepse thot mbrapa një gruaje të suksesshëm gjenden 3-4 vete të cilët mundohen me e pengu atë gru. Mirë po unë kom pas atë fat që s'kom pas njerëz që më kam pengu, përkundrazi më kam përkrahur në çdo hap që unë ta realizoj ëndrrën time, dëshirën time prej momentit kur e kam marrë mjekësinë. Sa mirë doktoresh, po të shoh, po flet me shumë pasion. Vallai po, besoni që po. Me shumë shpirt. Dikur e kom pasur në sindrom, sere, shikus dilsha me pi kafe, me shoqin dikon, o Janja, keni su bu bajat, bre, kur dalim me pi kafe, mos fol për punën. E kom heks tash. Po, a dini që është njeriu kur e dë një punë, të vërtet, natyra jonë është e tillë. Sigur se për shembull kur trim, unë po e marr një shembull me psikologun. Na gjithmonë mundohemi prej psikologut, edhe nëse kemi një shoqja diçka, mundohemi megjithatë pak një këshill me e marrë se si me vepru edhe çka me bë. Edhe mjekësia e ka një të tillë që do të thotë kur jenë shoqni ndonjëherë të pyesin çka është kjo, çka është ajo, mirë po kryesisht mundohen mos me më bezdis kur s'ka nevojë, po ndodh, kjo është normale dhe pritet. Doktoresh, faleminderit që erdhë të Shianës, për mua shumë nder me dëgju me të pas këto. Unë nuk ju kam njoft më herët, shikues nuk e kam njoft. Këtë ishte një rastësi para 3 muajve që si isha vetë mirë me alergji me shëndetit, shkaku i macës. Edhe unë do të flasim mandej për alergjisë, për anshojnë shumë shikuesit. Edhe qa që më ka bu përshtypje, shikues doktoresha, mënyra që shmi bëj ke pyetjet, qasja pacient ishte shumë humane. Më falë që po ta them, por është bo aq biznes sot mjekësia, jëmë bo edhe shumë mjek, jo nuk jeni në atë test doktoresh, po bo shumë biznes sot. Ata unë të gjithi kam kolegë dhe s'kisha dash në atë aspekt me bisedu edhe me diskutu. Normal, jo, emnat normal që s'ka emna. Mirë po kur ta këqyrni, nështë edhe ata nuk kanë faj që kanë shëndru në biznes në një mënyrë, sepse kur qyret jeta është e tillë, njerëz duhet me tipo e kry një jetë që një profesor i ani thoshte 50 vjet duhet me kriju një mjek, se vynë shkolla, vynë mandej, edhe pse për çdo profesion tjetër duhet me u rieduku çdo herë, do të thonë çdo vjet, edhe kur vjen në fund ti në mënyrë të mjerueshme paguhesh, edhe jeta jote ton atë kohë ke kryer shkollë, ke kalu, do të thonë në shkollë, edhe në fund ti nuk vlerësohesh atë çka je. Sepse sikur ti të vlerësohesh në mënyrën që ti punën e kryen, se besoj që asnjë nuk kish me e shëndru mjeksi në biznes. Fatkeqësisht. Apo e provoj tash tiramisu shikues. Po vallai menzi po prese po ma bën me sy. Kjo është një tiramisu virale momentit që ka shpërthyer në rrjetet sociale. Mas pari vjen mirë që ende se ka bu dikush të na kështu. Me të vërtet. Ma bën çik. Që ka tepër e shishme. Në me thonë klumshin durt, edhe gjithsesi,
do të me marrë receptin edhe me pregadit, se me të vërtet... Zhytë mirë të kreme? Po, me kreme kam marrë, gjithsesi. I kom bo biskotat, të më thonë, biskotat e tiramisus janë blu, doktoresh, edhe ma dhe kemi kriju top, tha, por ti kishim ftoft më shumë, dhe shte ishte ende më e shishme shikoj se ma e ftoft. Pejme në emision. Gjithmonë koha është faktori kohë, gjithsesi. E lodhe ma gjatë. E lodhe ma gjatë. Të bëftë mirë. Nuk ka vezë, shumë e thjeshtë, shumë e shpejt. Perfekt, mu me thonë. Me të vërtet? Me të vërtet, shumë e shishme. Sepse më tha doktoresha shikus që nuk është fort adhruse në mbëlsirave, por i thash që kjo ka me të pëlqy doktoresh. Me të vërtet po më pëlqen, shumë e letë dhe kjo qenë ka kështu me bo muhabet, me pi kafe, edhe kadal me u knaq. A konsumon doktoresha produkte vendore dhe mbi gjitha a e pini ujin? Unë uj pi shumë, kjo është uj të pelen, uj shqiptar, uj më i mirë. Unë me thonë uj pi mirë, po gjithmonë fatkesisht duna me andru shien pak ujit. Se në momentin, kom pas një sfidje jetësore praktikisht, një smundet lukëthit edhe jo më operu, kështu që uj fort edhe pse duhet me konsumu, sa ma shumë që është e mundun, mi po zakonisht janë ndroj shien, se fmit bile djali vogël çdo ditë më pyet nën, sa ke pi sot ujë? Që do të thotë se është shumë e rëndësishme me pi, mirë po unë tash bile në Ramazan, po ja ndroj pak shien me ndonjë lang tjetër, veç sa me andru shien prej kësaj edhe mandej me pi, muj me pi pak ma shumë, po. Se unë e shoh dhe pacienta shpesh vinë ata të kanë probleme me refluksin. Po bën telefoni, po më duket në pacient të tjirë. Ku e ke telefonin? E kom në qanë, po jo tash. Po do t'i përgjigje më avërset, si ndale telefoni shikues. I përgjigje ma vonë me siguri. Shto që ka pacienta qdo dhe që këto nuk munde me pi ujin. Edhe unë prej përvojës temet përditshme gjithë mund i thëmë ndroja shien, një cop liman, dishka qiti ndroja shien edhe ma ndepije s'ka me t'pengu. Qa shumë e vërtit. Boft mirë. Boft mirë dhe tiramisuja, doktoresh, nuk me ta do një dhura, derisa ti hanë tiramisu, do të t'i marrë shikues të pyetjet e publikut, Publiku ka shkruajtur, ka komentu, sa shumë përdoj ka popullive, doktoresh. O edhe unë i dua ta, për që ato une kom edhe me studenta kërë punaj, munde me të thonë punën e parë, ata i du shumë. Edhe definitisht i kuptoj se edhe unë kam qenë ndonjëherë në karikat e tyre, kur bojnë ndonjë kështu, nuk rinë qetë, mirë po përgjithësi janë shumë të mirë, edhe shumë i du. Edhe kolegët e rinë specializim që kanë qenë tepër i kam dashur, kanë qenë tepër të mirë, edhe sot e kësaj dita ata tash o bo mjek specialist, shumica kanë gjetë punë, kanë gjetë vend të punës, edhe aty një uroj të gjithve punë të mirë, të suksesshme edhe të palodhshme. Doktoreshe, shumë e mirë, tu ke një çantë me produktet më të mira italiane, ke moninen, pontin, pastat, garofalo, e tjerë, por e poshtë që aty nuk i kemi këto biskotat. Ja, kjo që më teproj, ja, unë, të ta dhuroj një pako nga Vicenci Matilde, biskotat 100% më të mirat italiane për tiramisu. Mi pregadit tiramisu, do të lajmëroj kur e ko pregadis. Ma bon tag. Gjithsesi. Se kemi me bisedu shumë, po ta e edhe një dhurat këtu. Këtu ke një voucher për 20% ullje nga Ciao Berto. Kuzhin, teknik, dyshet, magniflexi, e tjerë. Jo me knaqën shumë me Ciao Berto, sepse këtu kemi porosit dritaret, që kur e kom regullu banesën edhe kemi qenë shumë të knaqën, edhe s'kemi pas as njëherë problem. Sa mirë, po vjen shumë mirë. Të Ciao Berto si kemi pas, edhe jemi nda shumë të knaqën. Prodhem vendor shikues. E ke pa afa, doktoresh. Okej, Na cilën njerë që je këtu, unë kam shumë për me të pyet, por kishim shku drejt e publiku, dhe të shkojmë të popullit, sepse ti e njeriu i popullit dhe ata kanë shkruajtur. Çka më këshillon për egzema? Tash koha ka ndryshu dhe sytë shumë të ajt e të skuqur. Sa i përket egzemës edhe ekziston një praktikisht ndrimet në lëkurë, të cilat janë egzematoze, është shumë vështirë me i diagnostiku cila është arsyeja. Shpesh ushqimet mund të jenë ato të cilat munden me shkaktu
ekzemën dhe pacientët ndonjëherë vetë e gjejnë cili është ushqimi i cili e pengon dhe nuk e përdorin. Mirë po ka edhe smundje që mund të me qenë imunologjike, ekzema tjetër imunologjike dhe për këtë arsye duhet me shku, me u konsultu me dermatologun, me u bë të gjitha ekzaminimet dhe me ardhur të përfundime se cila është arsyeja e paraqitjes së kësaj ekzeme. Përshëndetje, jeni më të mirët. E përshëndes mjekën dhe nuk më besohet si nuk mund të gjendet mjekim që të mos na kap alergjia. Fatkeqësisht, sot e pata një pacient dhe tha, a ka dalë ndonjë ilaç, kishte ardhur prej Kukësit këtu, tha, a ka ndonjë ilaç për alergji. Fatkeqësisht, alergjia, kjo astma apo dhe alergjia, astma në radhë të parë është një smundje kronike inflamatore, e cila paraqitet apo përkeqësohet her pas here kur pacienti bie në kontakt me shkaktarin. Mirë po jashtë veprimit të shkaktarit pacienti ndihet shumë mirë, që do të thotë janë ato periudhat, sezonat kur pacienti i ka këto simptome dhe gjatë këtyre simptomeve praktikisht kjo nuk është fundi botës, sepse astmatikja zhytja numër 1 në botë është astmatike, që do të thotë nuk të pengon në zhvillimin e punëve të përditshme, nuk e përkeqëson aq shumë cilëtetin e jetës nëse ti din me e trajtu smundjen. Në radhë të parë duhet me u konsultu me mjekun, me diçka me marr, me diçka ke alergji dhe ti në një mënyrë mësosh vetë me menaxhu smundjen. Nuk e lën me ardhur deri te përkeqësimet që ty me pas nevojë me hospitalizu. Prandaj është me rëndësi me u konsultu sepse konsultimet me mjekun të ndihmojnë shumë me menaxhu smundjen. Pyetja ime për doktoreshën Rukia është, cila është formula që e ndjek me qenë atë shumë aktive vazhdimisht dhe gjithashtu i thua që është role model për gjeneratat tona dhe se dua shumë. A dini se unë mund të them nëse dikush don me më denu, atëherë do të më thonë mos puno. Mos puno, doktoresh. S'kive punu. Ajo është dënim. Sot s'kive punu. Ajo është dënim, mund të them se jetën time, qysh kur kam fillu, kam qenë ndoshta ta jetën ashtu aktive. Jo marrë fillore me sport, edhe në fakultet kur kam marrë pjesë në këto mediciniada, jo marrë me sport, kam lujt basket, handball, mandej gjithmonë kam pas shef me bo punime shkencore, kur kemi pas me studentat, dhe çdo herë kam marrë pjesë edhe në konferencat e studentave, mandej kam vazhdu, mirë po puna më ka sjell kënaqësi. Praktikisht takimi i parë me pacientin, ndoshta ka qenë pak i vështirë, sepse prej fakultetit do menjëherë jam punës në spital. Profesori Joni Frans Fajiu ka thonë, deri në orën 12 natës, sa që keni ndonjë problem, mundeni me më thirrë. Kur nuk e harroj, tash është vetë kirurg, Floren Kavaja vjen me babën e vetë, se i dhim të fyti. Edhe mu, e vetë mja diagnozë që më binte në mend, kishte temperaturë, ishin bajamet. Kur më ka thonë, baba i Floreni se i ka hek bajamet mu më ramë nuj edhe ajo diagnozë. Edhe fillova shumë e undinë si kletë, se nuk më binte në mend kur gjë tjetër, isha e re. Profesori na kishte pas ndihmu që kur doj me dhënë terapie dhe nuk ka pacienti diçka me shru një diagnozë që arsyeton terapinë. Për një moment mu kujtu, eureka, edhe u gëzova, dola jashtë, kur ka dalë jashtë, profesori kishte ardhur me pa si janë ty shku punë. Pregzimit, sa e përqafa, thash, o, profesor Zoti ju ka qu, thash, është këtu, Agja Burhan me djalin, edhe kështu, profesori e auskultoj, nuk ishte kur gjë, ishte ashtu që ishte puna, edhe unë ja kisha shkru terapin, isha e luntun, se s'ma ndroj profesori terapin, ishte gjdo gjë në regull. Vite? 84, kurse unë si e kom kry fakultetin me njerë jam punësu, edhe kjo ishte me dëvërtit siklet. Në fillim, nuk din asë një ilaç, nuk din asë kërgjë. Për këtë arsye, unë prej ati momenti, gjithmonë kom dasht me i përkra trit. Mjekt e rikë që vinë, sepse ata janë në siklet. Edhe nuk munden me qenë si kurse ai mjeku i cili ka përvojë. Edhe ata duhet mirë përkra, edhe me ata duhet me qenë, duhet me bisedu, duhet mi tregu, nuk duhet mi lonë me mësu vetë. Po duhet mi tregu për se cilë një situatë edhe me mësu. E kjo, ata janë nështë që mund kanë majtë në qëtë gjendje që shto. Pse thjesht dush me dash dikon për me dash dikosh. E ty shumë po dojka. Mu edhe unë i duhet. Ta tiramisu se kështë të thonë ftoft tiramisu, a kjo e ftoft shikus. Pa tjetër.
Alergjit në antibiotik, ka ndonjë arsye pse shkaktohen? Më falë. Ja, do mirë, nuk po vjen mirë që po hanë. Unë të them, alergjit në antibiotik praktikisht ajo diçka organike, është individuale, nuk do të thotë se duhet me pas arsye me u paraqit, mirë po gjithmonë ekziston në trupin e njerit një ndjeshmëri e lindër që ndoshta vjen një moment kur ajo ndjeshmëri ka me u shpërfaq. Sepse ti mundesh 10 ditë me marrë preparatet penicilinës e në ditën e 10 me të paraqit alergjia. Nuk do të thotë, ose ka marrë herën e kalume, nuk kom pas edhe tash ke me pas. Kjo nuk mundemi me thonë pse paraqiten, po është një ndjeshmëri e lindur që një ditë delën shesh edhe vjen e paraqitet. Alergjit në pluhur, si me manifestu fëmija 2 vjeç dhe çdo herë kur është aktiv ka zhurmë në frymarrje, çdo të mirë. Kjo mund të them, këta janë fëmijë të cilët lindin shumë herët edhe i kanë këtë alergji. Unë e kam përvojë me fëmijën tem, që është prej moshës 3 mujore, mirë po fatmirësia e kësaj është se ty u rrit fëmiu, alergjia në një mënyrë zhduket apo zbutet edhe kanë ma pak probleme. Mirë po duhet mas pari unë mendoj në këtë moment, në këtë situatë prind, në radhë të parë me u marrë me prind që me e pranu smundjen si smundje, sepse prindit kur i thu që fëmiu yt është astmatik, ai në një mënyrë dëshpërohet, demoralizohet. Mirë po kjo nuk është për demoralizim, sepse mjekësia ka mri sot shumë përpara, ekziston terapia, ekziston mundësia për me u trajtu dhe fëmia u me u ndi ma mirë. Mirë po gjithmonë, prapë po them, duhet me ju përmbajt këshillave të mjekut edhe me u konsultu me mjekun edhe gjithmonë me e pas terapin adekuate afër në momentin kur fillon paraqitja e simptomeve që mos me lanë që këto simptome me u përkeqësu aq shumë sa fëmiu me përfundu në spital. Ana e yll, të lutem pyete për alergjin me marimangat e pluhurit, si i trajtojmë? Si ti trajtojmë? Si çdo alergji tjetër edhe kjo trajtohet, do të nuk ka diçka specifike. Po është plunit praktikisht. Edhe prej tyre ka alergji? Po normal, prej çdo gjë mund me pas alergji. Karcinoma sfamoze e mushkërive, a është e shërueshme, doktoresh? Tash mund t'ju them asnjë lloj i karcinomës praktikisht nuk mund të themi se është plotësisht i shërueshëm. Mirë po, do shta në një mënyrë kohën e përkeqësimit mundemi me ngadalsu sot me terapi e cila ekziston. Edhe kjo mvaret prej momentit kur është diagnostiku, prej momentit sa i ka përfshi mushtmit, prej momentit a ka përhapjen edhe në organe tjera apo në pjesë të tjera të trupit. Mirë po, ju po e shihni se sot sa është numri i madh i të sëmurëve me kancer pa marrë parasysh lokalizimin kudo që është, unë mendoj se këta njerëz, secili që është i smut prej kancerit, se një prej atyre jam edhe vetune, edhe asnjëherë nuk kam rënë në një gjendje të tillë që duhet me u dëshpëru edhe mu. Po, unë them që e kam kalu, edhe që do të thotë duhet me e marrë terapinë, se unë shpesh e shoh kur thonë jo, nuk du me e marrë. Nëse gjendja fizike pacientin e lejon, pa tjetër duhet me marrë terapinë, pa tjetër duhet me marrë terapinë, sepse terapia është ajo që mundet me azgjat jetën. Mjeku është ai që vendos a duhet, a nuk duhet me marrë terapinë, sepse gjendja fizike e pacientit shpesh ta imponon edhe mënyrën e dhënies së terapisë. A ka me marrë, s'ka me marrë. Asnjë pyetje, vetëm thuaj që Erza e don pafund e din ajo. Edhe unë e dua Erzën shumë. Çka ke kamerën, çfarë fizikë? Erza, edhe unë të dua shumë. Faleminderit. Edhe e fundi, doktoresh, nuk di pse të dojmë e respektojmë kaq shumë. Kjo është profesoresha jam e dashur, të cilën shumë e du. Është profesoresha që më ka dhënë në gjimnazë mësim, është një shembull i njeriut, shembull i profesorit. Kush është? Mund të them kjo është profesoresha Afërdita Deva Zuna. Këtë përshëndesim. Unë e përshëndes profesoreshën time dhe i them që shumë e dua, se së bashku me një profesor tjetër të fizikës kanë qenë profesorët më të denjë të mundshëm që i kemi pas në gjimnaz, që na kanë dhënë mësim, që praktikisht çdo fjalë që e kanë thonë ka qenë e kuptueshme, edhe mund të them se çdo fjalë, sidomos profesoresha Afërdit që e ka thonë, që e ka shpjegu, mua është gravu në tru, edhe më duket sot veç një herë me e lexu, unë kam e ditë me ju përgjigj profesoreshës për atë se si ka shpjegu dhe si ka qenë afërt. Praktikisht ndoshta është edhe ajo një prej personave
që se na ka dhënë logjikë dhe psikologji që më ka ndihmu me e dasht njeriun edhe me ditë nesër mi këshyr njerëz në mënyrë të barabartë, pa e marrë vesh dikush që dikon e donë ma shumë e dikon e donë ma pak. Sepse gjithmonë njerëz janë duhet me uni se ti janë të barabartë para teje. Publiku pyet, përfundon, por edhe në kompytje, edhe një pacient, edhe një popull, por do të shkoj më vonë të alergjit, po më intereson kam një pyetje doktoresh, kur lodhe doktoresha Rukia Mehmeti? Dhe unë jam njeri edhe unë lodhem në ere, po normal që lodhem. Po, rallë thëm jam lodh, po lodhna edhe unë, lodhna se mundona ato pikat objektiva që ja kom caktu vetës, praktikisht mundona me realizu mrena ditës të gjitha, se e kom cak këto edhe duhet me realizu edhe në fund, praktikisht kur e përfundoj, atër ullna edhe pushoj se e kom ditën e përmbushun se e kom përfundu. Ta themi rreth 20-21 vite përvoj pune? Prej vitit 84. 84. Në shkurt 84. 42 vite si vjetë. 42 vite, 22 vite. Punë, karierë, qindra pacienta. Një rast shumë të vështirë që ke thonë, ky njeri nuk shpëton, po ka shpëtu. A dini se Covid-i ka qenë koha më e rëndë, mund të them, e jetës jo vetëm time, po edhe të gjithë infermierëve, mjekëve të cilët janë marrë në Kosovë me to, sepse kemi pa që njerëz po vdesin, prapë mund të them edhe t'i falenderoj të gjithë pulmologët, infektologët, të gjithë ata të cilët janë marrë me trajtimin e të sëmurëve me Covid, sepse ata kanë qenë me vërtet heronj, sepse Covid-i ka qenë një smundje për të cilën nuk kemi ditë çka është të ndodh, edhe prapë mendoj që na i kemi trajtu mas miri se gjithku në botë. Edhe mund të them përkundër kushteve të cilat na i kemi pas. Mos të them për klinikën pulmologjike që punon edhe në kushte të mjerueshme, edhe kërkosh prej shtetit nuk e mendon për smundjet pulmonare, që do të thosë se smundjet të cilat kanë për nga smundshmëria zonë vendin e parë në botë, ndërsa për ka vdekshmëria jo, dhe shumë pak miren me kushtet e të sëmurve në spitalin e mushkrive, por po them ajo ka qenë koha më e vështirë e Covidit, kur na i kemi pas pacient me ndrime shumë të mëdha në mushkni. Unë sot bile kam një pacient i cili ka qenë shumë i rëndë edhe kom pas shumë pak shpresa që ai ka me ngrit, mirë po ai vjen sot her pas here, vjen në viziton, në qënë pacient atjerë, edhe ai ndihet shumë mirë edhe ajo është një kënaqësi kur e sheh se praktikisht rezultatin e punës e sheh. Ne kemi rezultatin e punës e shohim, edhe kur kemi rezultat ajo është kënaqësia më e madhe. Dashta më ta bëni pyetje në një formë, po e ndroj. Pyetje që dashta me bëu ke a ndodh që edhe paniku çon deri tek vdekshmëria, domethënë Covidi, s'kemi ditë çka prej panikut edhe kemi fitu ankth. E tregu një rast, një pacient më thirrë dhe thot, doktoresh deshta me ardh në kontroll, tha po kur më lajmëruan që më ka ra Covidi më ra të fikt. Se është e vërtet ka qenë një gjendje paniku që është shumë e vërtet, sepse kemi pas atë ndjenjen se kemi një shkaktar vdekjeprorës në trupin tonë, edhe kemi pri çdo moment mos po vdesim. Edhe është ajo friga që e ka ullë në një mënyrë dhe imunitetin të njerëzit. Po, sepse unë edhe kom qenë bregdete, jam shetit, më kritikojsh në rrjete sociale, ti dush me qenë shambull më najtë shpeti po shkëndete, edhe si një flutur lartë e poshtë, në momenti kur t'iri në telefon që je pozitive, fitova se një lloj panik, si ankth, që kur njës kisha ditë që është ankthi, shumë interesant, po mos t'hima ndej doktoresh. Jemi ditën e 2 të pranverës, stina më e bukura, vera pranvera për mu, veç pranverë kisha jetu, kur as vjeshtën as dimën, 2 ditë dimën kisha dashur, kur më shumë. Alergjit, poleni tash, gjelbrime, dielli, temperaturat nga të ftoftat, mandej pluhuri i shtëpisë që po them, po edhe alergjit e kafshët shtëpiake. Para 2 viteve, mu skuqen mu ajën syt, isha në gjirime në Bregdet, hoteli ke i gjelbrum. Erdha në Kosovë, 2-3 ditë, ajna sytë më tha kolegja, flonza ta o janë, ta shkon kontrol. Edhe shkova e bona testin, i bona ato 3 pikat, me sekund, apritëm, u ajën. Ardë mjeku, të ta jetë 100% pluhën të shpis, po lenë, më vesh me vdek doktoresh.
Si rasti im, ka shumë raste tjera. Ka shumë raste. Fëmijën teme kam plure, polen, ka alergji shumë të theksume. Motra em ka macë, na kemi majtë macë ma herët. 8 vite shpete, babi se ka di që jam alergjike, dita u largu maca, pa ta përfundu edhe në pompa, në beson, kom qenë shumë e re. Dikush më thot, jo dikush, motra për shumë, mere tha vakcinën, tha edhe s'ki problem me macën. A do të vakcinohemi për një kafshë shtëpiake? Jo, vakcinimi bëhet është shumë i mirë dhe bëhet e pacientët të cilët me të vërtet nuk ka shku trajtimi në forma tjera, do të thotë nuk ka mujt me u qetësu me tableta, me spreje të cilat i kanë marrë pacientët, atër vakcinimi praktikisht ajo është desensibilizimi. Desensibilizimi se pacientët marrin ty fillu prej dozave më të vogla të polenit dhe plurit deri sa të rritet doza maksimale që trupi mundet me eduru. Dhe kjo në një mënyrë të përgatit për kontaktet me plur edhe me polen. A me marë vaksin, a me marë shikuesi që përraqojnë këto momente që janë të prekur nga poleni dhe gjithë kohës të shtitin, që une të i kam tërë, se kam një salvet që to, po ka kap alergjia, doktoresh, nuk definitivisht terapi duhet me marë. Mirë po varësisht, mendimi jem, është varësisht prej asaj sa ki probleme të shprehura, sa ki simptome të shprehura. Dhe varësisht prej simptomatologjisë, kjo është një lami edhe e imunoalergologët të cilët e marrin, e ekzaminojnë pacientin edhe e shohin sa e rëndë është smundja dhe ata mandej vendosim për desensibilizim. Sepse këtu po të flasim do është ti me shku, ai nuk do të me shku, ky do të me shku, atëherë kjo është me të vërtet si kurse me re ujë në havan, sepse pa e pas pacientin, sa të rënda i ka simptomet, kur ka fillu, sa ka zgjat, sa ka marrë terapi, çfarë efekti ka marrë terapia, sa të shpeshta janë këto probleme, atëherë nuk muj me vendosë, nëse problemet janë të shpeshta, pacienti jo ma shumë smundë se sa i shëndosh, normal që duhet me u bo desensibilizimi dhe me u marrë vaksinimi, me u ba vaksinimi praktikisht. Por në qoftë se pacienti merr terapin dhe një periudhë të gjatë nuk ka simptomatologji, atë nuk është në arsye fort që do të me u ba desensibilizimi. Por kjo prapë po them me këto mirët imunoalergologu i cili vendos se çka duhet më tej me vepru. Doktoresh, flasim pak edhe për ajrin, se na kemi shumë të ndodhur në Kosovë. Flasim pak për Prishtinën, për termoelektronat që i kemi. A do dali me maska, jo? A dini që është fatë mirësisht. Dini kur po vjen mjegulla, unë dali me maska, kej kojshitëm kështë në qa ka kjo. Jo, është mirë. Në momentet kur ajri, sidomos për personat të cilët janë të ndishëm, në momentin kur ajri është i ndodhur, ma mirë do të ishte me dal me mask, se sa me dal pa mask. A ndimon maska, doktoresh? Maska kirurgjike jo qaq. Jo, këto të jo qaq. Ndërsa maska 3M edhe N3, ato janë maska të cilat nuk lejojnë me hy grimcat prej jashtë. Ti mundesh me marrë frymë, por grimcat prej jashtë nuk lejojnë me hy, me deportu mrena në mushkëri. Për këtë arsye mendohet është më së miri që në këto periudha bashkë, vetëm nëse kemi vërtet nevojë me dal, po me dal me maskë. Fatkeqësisht në radhë të parë nështë është një anë pozitive se ka fillu me të madhe me u bisedu për ndotjen e ambientit. Mirë po sa po punohet për me e rujt ambientin, kjo nuk më varet vetëm prej shtetit, po më varet edhe prej neve. Sepse në radhë të parë do të me bo ma tepër hapësirat të gjelbërta, që do të sepse mushkrit e qytetit janë pëmt. S'pëndolla, veç beton Po për atë po them se pejtoni ka qenë shtëpia, tash ndërtesa. Po, tash janë bo shumë ndërtesa, fatkeqësisht se njerëzit po vujnë për tulla, edhe po harrojnë që krejt to kemi me elon, s'kemi me marrë kur gjë, nëse me ndërtu një shtëpi të vogël, e cila ka me më shërby mu, edhe ka me pas një abar ma të madh me gjelbrim. Po për çato kemi ardhur këtu ku jemi, mandej veturat të cilët nuk i kanë filterat, të cilat nuk i lshojnë gaznat, na e shohim për çdo ditë në qytet, përdoren veturat të qasi tymi zit lshojnë. Që në Evropë janë të ndaluar. Po na i marrim ato prej Evropës, Evropa i gjuhë na i marrim, se ne nuk po kemi kontroll rreth kësaj. Mande është të vërtet që termoelektronat nuk i kanë filterat e duhur, por mos me leju me dal grimcat nga jashtë edhe me ndot ambientin. Dhe fatkeqësisht për këtë arsye është rrit edhe numri të sëmurëve me smundje kronike të mushkërive dhe astmatikët, po çka është më e keqja, fëmijët po vujnë. Edhe fëmijë kemi një numër të madh fëmijëve që po smunden. Kjo është. Je palodhshme. Ha, doktor. Po.
Gjithë ditën në punë edhe këto... Jo me tillë, s'din, nuk din, do shta kom lind që ashtu shpejt, kom lind shpejt, jeta po më shkon që ashtu shpejt, unë thëmë s'kom ko me shtiru zampe. Ja, po më pëlqen. Le tjetë kë komenti ditës. Quote of the day që e kanë, le tjetë thënja e ditës doktoresh kjo. S'ka më nga me shtiru zampe. Po në shojnë shumë shikues të momente e vërtet. Jo, po njeri sa ma shumë që të mendon, a i thellohet edhe bjen në depresion. Pse kjo kështu, pse ajo ashtu, pse kjo kështu. Kur mirë është me ndonjë aktivitet nuk i ku. Se ki me kry punë. Së dhe mos fitnese, unë ushtoj me vitet tona, tash pak ma pak po dona me... është mirë që të mund edhe në thëmë që... është psikike, mbi gjitha. Hajde fizike, po drejtë trupit. Me hec, është edhe psikike, dhe me hec është një knatësi shpirtnore. Dhe unë mendoj, unë nuk jam adhuruse fort e punës nga shtëpia, sepse ajo po në largon nga socializimi. Sa ma shumë që jemi në kontakt me njerëz, atë do të jemi ma të ofert edhe ma empatik, sepse kështu, kur jemi jashtë nuk i shohim njerëz, nuk kemi ndonjë emocion për ata. A kur jemi bashkë gjithmonë, diku i bjen me diçka, dikush një fjalë, shoqënia është ushqim për njerëzit. Edhe unë mendoj që duhet njerëz me pas shoqëni edhe mu shoqënu, mu knaq, e jo jemi bo veç njerëz teknologjisë, është e mirë teknologjia, por shumë... figura, doktoresh. Shumë e vërtet. Ku shumë keq. Shumë keq. Që edhe një detaj për fond. Ka ndodhur në shoqërinë time, në rrethin e ngushtë. Kam provokuar çështë shoqërinë. Gjithmonë të hyrona me pi kafe. Edhe zbona zot 2 javë. Edhe më shumë shoqë, ku janë? Jo, ku jetë edhe në fytyrë, se unë në horoskop jam dash. Desha me vetë mere që ka në horoskop të tërë? Skorpion. Të rëzik shumë jemi, ja ma jeni shumë të mirë. Na verë një zanë. Burja mi ka shokët prej moshës 5 vjeqare. Ata janë rritë, janë martu, gratë, fëmijë, na çdo dile dali me pi kafe bashkë. Çdo dile, 12 vjet jemi. Kjo shoqëri është e moshës minore, çdo dile. Kjo s'ekziston më doktoresh. Unë e dëgjoj babin ty fon telefon me shokët e një të natës. Edhe gjithmonë të tomë kanë vdekëm, kanë metë edhe 2 veta, ha? Ja, ne kemi shokët të cilët dalim. Ja thash komentin, i thash babit, lumë ti çfarë shoqënie e ki, unë të lakmoj. Na, çdo kohë e presim me shku bashkë, shpesh shkojmë edhe në përpushime bashkë, dikur kemi shku me fëmijë, ta shkojmë vetë se fëmijët janë rriti, kanë rrugë të veta, mirë po, megjithatë, çdo moment e shfryzojmë që jemi bashkë. Kur del dikush me pini kafe, thotë na jemi këtu, kush do me na u bashkangjit, se kemi grupin. Mira, tepër mirë. Lumë ju që e keni këto edhe lumë ju që po na shihni shikues, që e njihni këtë njerëj. Je shumë pozitive doktoreshi, njerëj i popullit. Sa mirë shumë kapi alergjia, të njoftova dhe tira në emision, në veç, ha? Faleminderit. S'kom të gjuhë për ty edhe, ja, për shë rastësia. Kur si djetë, ha? Gjithmonë njëtë diçka ndodhë me një rastësi. Gjithmonë. Edhe energjia nuk gënjen, doktoresh, më kilon atë shumë për shtypje. Edhe u befasova se ta doktoresh, a shikus ta, po merë numër telefonit, kur du shkrum, nuk e prita, doktoresh, je e rrallë. Jo, a dini qysh, unë kur e marrë obligim një pacient, definitivisht ato jo veç ti, po i kom pacientat dëshmitar, që thjesht i thom une, deri sa të mbaroj punë e ty, deri sa të qasën stam praktikisht, që na kemi mu pa vetëm kur keti nevoj, unë jam në gjendje ga dishmërije me të lajmëru, me të regu, me të sugjeru, me të këshillu, pse e ka marrë obligim, në që ose e ka marrë obligim, atëherë unë kom e përfundu atë rast. Deri sa ta përfundoj nuk e ki dorë. Ka po të bën telefoni, po u krye emisioni shiku që i përgjigje tash doktoresha. Doktoresha dhe njerë kisha nderin, që fillimisht të gatova, Faleminderit. Në hanë mas emisioni tash shiku. Gjithsesi. Sepse tha doktoresha që me Ramazan, edhe me qenë se fundi Ramazanit, sepse kur emisioni është në kohë Ramazanit që po gjirohet, tash okej doktoresh, kemi arë më angra mbëlsinën, haje iftarin në shpe. Me të vërtet, knatësi që të gatova, knatësi që të intervistova, dhe për mu është një nderi madh që po frymoj dhe kam taku një njeri si ti. U bë 100 doktoresh. Faleminderit. Zotit ka provoku pak me smundje, pa e ka qenë një pickem, ti kemi jetu gjatë. Jeta është sfid, edhe sfidat i kalojmë ashtu si i shohim. Nëse i shohim si t'leta, kemi mi kalu let.
Këtë mbaret, a shohim kështu, apo shohim kështu. Që dhe të thotë, unë ju sugjeroj të gjithë me pa kështu, se me pa ma shumë dritë. Sa ma shumë dritë që shohim, Zotin a qenë ma shumë dritë. Qashtu, sa ma shumë i dalë diellit shikusa, nëse orë caktume, po vitamina D, gjyna me marrë me ilaqe. Gjithsesi. Me ilaqe, aty në lagje, po me marrë vitaminën D. Doktorish, është koha për reklama, do ta mbyllim emisionin bashkë? Ke koha, po? Po, pa tjetër. Okej. Përmes kamerës atje, thuj prapë shikuesve, mos ndrojmë kanalin, se kthehemi bashkë. Shpejt kthehemi, mos na harroni. Shikues, u rikthyem nga bloku i fundit i marketingut. Faleminderit që ishit me ne, ishit me doktoreshën Zhukie. Faleminderit ujit e Pelena Argo Grupit, faleminderit që Albertos, Frankes, Moninita, Garofalo pastat, Skotit, sot i kishim biskotat më të mira për tiramisu, Vicenci Matilde, ta kom dhoni pako. Gjithsesi. Pres me i bok të tiramisu. Pa tjetër. Me pasoj nusët, ta pas kam bo kreti iftarin kështu, ti tash post Bajram, se Bajrami sot kryet kështu post Bajram me tiramisu në ajnat me kafe, doktoresh. Pa tjetër, pa tjetër. Tulipan Flower Shop për gipsofilët, ja pranvera, thashtë i marrë lullet e im, ta unë i du shumë lullet, doktoresh. Edhe unë në shpe, në qasë se s'ka lulle, duke shpia shumë e thatë. Lullet janë jetë, doktoresh. Gjithsesi. Edhe ti e si një lulle e vërtet, lumë popullit që të ka. Faleminderit. Edhe një herë faleminderit që ishe këto. Komplimente, faleminderit. A kalova mirë? Shumë mirë kalova dhe u kënaqa, me thonë ishte një atmosfera ashtu shumë shoqënore. Mos ma bë çepe. Jo për njerë, shumë shoqënore edhe definitivisht ishte mundje relaksume. E kjo është me rëndësi se kur tje dikun, kur dikush e matë gjdo fjallë dhe gjdo sjellje tënden, atër të shtim pak mos muni mirë. Po unë univa shumë mirë, faleminderit. Ki me ardhë prapë, po ma kur vjen e rë tjetër, ki me gatë të te. Ha? Po përse harova me të fytë? A je e mirë kuzhim? Të është s'ki kofë? Jo, nuk mujën me thonë po du të me thonë tjetër, dikush tjetër po. Pa ka thonë tjetër, hade që nuse djenta. Po nuset po, djentë, nanës vetë se cili fmit nanës ushqimin e pëlqen. Mire ki, valla. Nuk mujën me thonë, ata nuk janë vlerësim. Po nuset mire ki, po nuset vlerësojnë. A, i pëlqen, apo? Po. Qka i pëlqen atyre mas shumë të frejtëve të vetë, apo na bëmbre se na ka morë valë? Haj. Krejt, mujën me thonë, kur gjo nuk kanë thonë diri që tash, kur gjo kom qef me gatu pito. Pite kena me thirë shikus. A kime na mu pite në vizion? A friton? Çfarë një jo, ku friton kjo shikus? Faleminderit Jana i supi për grimin, se flok Mikalit. Kush është kujdes sot për ty? Se s'deja e vrejte, une këto farmerka janë për ndryshë, nuk e bëhat tolla. Shumë bukur po qasë ka pëlqyta shikusët i përshtat në tiramisus kafe. Po, shumë, jo super. E ju? Që jeni ka që elegante? Ke shumë shie, doktoresh? Vetë, kjo është stili jam, unë jam që kjo. Kjo është Rukie me meti shikues, na u bëf 100 doktoresha, ju që keni nevoj, e gjeni edhe në Instagram, edhe Facebook keni, doktoresh? Po. Keni. Po. Edhe ku jeni, në cilin spital jeni që me ju gjetë? Unë për momentin punoj në Medical Park, para dite, dërsa mas dite jom në Elab. Edhe ma ndej në gjumë, qohë që shtu jedhem, ju këtem përgjigje pacientave. Kur kanë nevoj. Inshallah s'kanë me pas nevoj. Inshallah. Po. Inshallah do në bona ma mirë. Me siguri. E së majën sytë si vjetë. Me siguri. Po ikim, ha? Po, pa tjetër.